Ju se keni iden fare se çfarë po ndodh në Shqipëri ditën e sotme. Janë këtu te kryeministria dhe po shoh një numër shumë të madh njerëzish, të cilët janë mbledhur në një protestë të organizuar nga rrjetet sociale. Besoj e keni parë që gjithë çfarë është bërë në Zvërnes të Vlorës, me ato pamje dramatike po themi, ku një protestues të riqet zvar nga forcat policie të stilit paramilitar. Njerëzit sot janë mbledhur në një mënyrë spontane, shumë parti politike në këtë vend çfarë s'bëjnë për të patur këto numra njerëzish që shikoni sot në këtë protestë. Ka shumë çuna dhe goca që janë të një moshë shumë të re dhe me thënë drejtën rrjetet sociale kanë bërë punën e tyre për të sensibilizuar dhe për të ardhur në këtë protestë. Situata këtë mbrëmje përballë kryeministrisë duket si ato ditët kur shqiptarët u mblodhen për të anulluar ligjin e armëve kimike. Është një temë që i ka prekur shqiptarët më në kockë. Dihet shumë mirë që në Shqipëri nervi protestave është totalisht i fjetur, por kjo e sotmja tregon që ka akoma shqiptar që duan vendin e tyre.